Po, ne sot ishim këtu bashkë në publikimin e raportit të ARTC-s në bashkëpunim me organizatat Birn dhe Jajaga Foundation. E pam një raport voluminos që kishte punuar organizata. Ne si Ministri e Punës, Familjes dhe Vlerave të Luftës Shqiptare jemi të dedikuar që përmes agjencisë tonë ekzekutive në këtë rast Inspektoratit Qendror të Punës të përmirësojmë dhe të sigurojmë një vende të punës sa më të sigurta, sa më dinjitoze dhe sa më të përshtatshme për qytetarët tanë. Në kuadër të kësaj, Inspektorati i Punës tashmë ka hapur konkursin edhe për 39 inspektorë të ri të punës, të cilët do të monitorojnë sigurinë dhe shëndetin e punë dhe marrëdhënien e punës, siç edhe ka domenin e tij Inspektorati Qendror i Punës. Po ne përveç kampanjave disuese kemi pasur që është i nevojshëm rritja e numrit të inspektorëve, kemi po tentojmë të rrisim për 39 inspektorë numrin total të tyre, do të vazhdojmë të rrisim përsëri për arsye se nevojat gjithmonë janë, kushtet po shkojnë drejt përmirësimit, mirë po ka nevoja duke pa dhe industrinë në ndërtimit, sektorët me rrezik të lartë, shihet që nevojat janë në rritje, ne po bëjmë të pamundurën që të japim maksimumin ton si politik bërës përmes agjensive tona ekzekutive në këtë Inspektoratit Qendror të Punës që të sigurojmë vende sa më të sigurta, sa më dinjitoze për punëtorët, të mos kenë presion në punë, të jenë të sigurt në punë edhe të mos të mbetet diçka pa u bë e që varet prej anës tonë për punëtorët përgjithsisht në sektorin edhe privat, edhe publik, edhe shërbim civil gjithë. Po, qytetarët kanë mundësitë ankohen drejt për drejt në Inspektoratin e Punës, në ministritë në cilin do departament tonë që ankohen, ne edhe nëse s'është për departamentin e përkatës, për cilët e departamentit e përkatës, mirë po ajo që është e rëndësishme është në shumicën e rasteve kërkohet rritja e konfidencialitetit për shkak që mos të kenë pasoja ata që paraqesin rastin. Ne kujdesemi që të ruhet ky konfidencialitet, mirë po nikosisht edhe të jemi azhur në kërkesat e tyre dhe të intervenojmë sa më shpejt që është e mundshme dhe në të gjitha rastet inspektorati vepron është rrit dukshëm numri kontrolleve gjatë viteve të fundit, kena pas një ramje të vdekjeve në vendin e punës, ka shumë raste që i atribuohen Inspektoratit të Punës i vdekjeve në vendin e punës, mirë po nuk janë të tilla, nuk duhet hyjnë këtë, sepse secila vdekje është për familjen e tij është sakrit bota, kështu që ne mundohemi që të sigurojmë një ambient sa më të sigurt me kushtet e punës, sa më të sigurta dhe sa më të dinjitetshme për qytetarët tonë të Republikës. Faleminderit.